Një tjetër operacion për asgjësimin e shkëmbimeve të rrezikshme është zhvilluar me vizitin e kësaj të mërkurë në malin të Rovicës në Lezhë në kuadër të masave për rritjen e sigurisë në zonë. Pas evakuimit të përkohshëm të banorëve dhe bllokimit të segmentit rrugor, forcat gjinjere realizuan me sukses shpërtimin e kontrolluar të një prej masiveve shkëmbor që paraqiste rrezik të lartë për rrshitje. Sipas drejtorit të emergjencave civile në Bashkinë Lezhë, Gjergj Prendi ndërhyrë krye sipas planit dhe pa incidente, teksa situata në terren është në kontroll. Kjo është faza e dytë e kryerjes së operacionit. Është një ditë e ftohtë, por me shumë sukses. Operacioni e vlerësoi të suksesshëm sepse shpërthimi është kryer në bazë të parametrave teknik gjenier. Nuk kemi dëme. Deri tani nuk na raportohen në banesa, në objekte social-kulturore të tjera. Presim për 2-3 ditë të bëjmë shpërthimin tjetër. Ishin me problematike të gurt? Të dy grup shkëmbish ishin ndër më problematikët, janë grupi madh shkëmbish, jo koherent dhe paraqesin mjaft rrezikshmëri, jo vetëm për operacionin e sotshëm, por edhe për ditën e vijim për banorët. Autoritetet bëjnë me dije se operacionet do të vijojnë edhe në ditën e vijim me synim eliminimin e plot të rrezikut për banorët dhe përdorues të rrugës në këtë zonë problematike.